Një rast I rënd I dhunës në familje është raportuar në Pej, ku një grua ka denoncuar djalin dhe vajzën e saj për maltretim psikik dhe fizik, mëson sinjali nga burimet të afërta me hetimin. Ngjarja është raportuar më 7 maj 2026 në rrugën Adem Jashari në Pej. Sipas informatave, viktima G.I, 66 vjeçare, është paraqitur në stacionin policor, ku pas konsultimit me neuropsikiatrin, është intervistuar në prezencën e tij si person I dëmtuar. Burimet bëjnë të ditur se ajo ka deklaruar para policisë se djali dhe vajza e saj, M.I dhe B.I, gjatë natës së kaluar fillimisht janë drejtuar me fjalët, mbyte veten, e më pas, sipas saj, kanë vazhduar me maltretim psikik dhe fizik. Pas denoncimit, policia ka shkuar në shtëpinë e të dyshuarve për t'i lokalizuar. Në vend ngjarje është gjetur dhe arrestuar e dyshuara B.I, e cila është shoqëruar për intervistim, ndërsa M.I nuk është gjetur në shtëpi dhe policisë I është dashur t'i lërë ftesë për paraqitje. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori I shtetit, I cili ka urdhëruar inicimin e procedurës hetimore për veprën penale, dhunë në familje. Pas intervistimit, viktima është kthyer në shtëpinë e saj, ndërsa hetimet për rastin janë në vazhdim.